Kemi përmes një lidhje direkte, Elbunit Kryeziu, doktor në QKMF në Rahovet. Zoti Kryeziu, nëse po na dëgjoni? Po, përshëndetje. Nuk e di sa patët mundësi që ta ndiqni bisedën këtu në studio, është zotri Durguti nga Rahoveci, i cili pati një ankesa i përket shërbimit me ushqim të pacientëve të hemodializës, pra që e marrin këtë trajtim në QKMF-n ku punoni edhe jo. Po, në lidhje me çka ka qenë shqetësimi? Shqetësimi është që ushqimi tashmë po merret nga Spitali Rajonal i Prizrenit dhe zakonisht pacientët po ankohen se ushqimi vjen i ftohtë, vjen me vonesë, pra ankesa të tilla. Po, është e vërtet, për momentin jemi duke u furnizuar prej Spitalit Rajonal të Prizrenit, për shkak që kontrata që ka qenë e destinuar për ushqim të pacientëve me në dializë është kryer gjitha procedurat, por në momentin kur është dashur të ekzekutohet, përmbaruesi i ka marrë gjitha parat e komunës, edhe me çfarë kemi mbet pa furnizim me ushqim. Për momentin e kemi si zgjidhje vetëm furnizimin prej Spitalit Rajonal të Prizrenit, që besoj shumë shpejt do të gjejë një zgjidhje komuna rreth kësaj çështje. Po, sa është e rrezikshme kjo për pacientët, me që edhe ky ushqim është pa kontratë, ë? Është një zgjidhje e përkohshme, siç po thoni edhe ju. Përkohshme, po, përkohshme, derisa të bëjmë zgjidhje më permanente. Po, arsyeja që nuk ka ndodhur kjo zgjidhje. Pse ka ndodhur gjithë kjo? Pse janë ndalë edhe bashkëpunimet me operatorët e tjerë? Është për shkak të fondeve, siç keni deklaruar? Po. Ka qenë tenderi që është hap, edhe është kry procedura gjitha, por kur është bërë për mu pagu më kry pagesa, përmbaruesi i ka marrë gjitha parat që kanë qenë të destinuar edhe për këtë tender, edhe me që rast është anulu tenderi, për presim për një zgjidhje shumë shpejt prej komunës për këta pacient. Po, ndërkohë ju punoni aty, keni pranuar ankesa të tilla nga pacientët, jeni në dijeni për këto ankesa që këta të njëjtit kanë? Po, unë si drejtor, sigurisht që jam në dijeni për këtë çështje, edhe kemi adresuar me një çështën tek organet kompetente, edhe e vetmja zgjidhje për momentin ka qenë që mu furnizu prej Spitalit Rajonal të Prizrenit me ushqime deri në një zgjidhje të përhershme. Po, edhe deri në një zgjidhje pa afat caktuar, a? Keni ndonjë afat se kur do të bëhet zgjidhja apo jo? Afat nuk kemi, po jemi të i punu në drejtim që me bëj zgjidhje sa më shpejt. Po, pra kjo është përgjigjja juaj. Ju falenderojmë shumë për inkuadrim, zotri Durguti, dashët të... Jo, pajtona, po mendoj, aq informatat e njëjta i nda me qytetar, po vetëm po shpresoj pe kërkoj nga drejtori nëse ligji e lejon që vetë qytetar, nga si janë ofruar vetë qytetar, vetë biznese lokale, që të ndihmojnë derisa të gjendet një zgjidhje afat shkurt. Në me thënë, një javë, një muaj, sa ka nevojë qytetarë në lajmëru vullnetarisht që a ka nevojë me organizu edhe me u dërgu ushqim të frest. Po, ndërkohë, po mendoj që kjo pjesa e ligjit dhe këto s'kanë të bëjnë me doktorin, e falenderojmë shumë për këtë paraqitje të drejt për drejt dhe që ishte transparent sa i përket. Po, urnone, lirisht. Për çka specifikave të ushqimit të gjendjes pacientëve që ka në dializë, ushqimi duhet me qenë pak më i zgjedhur, i motën me grame gjitha këto, është iniciativë e mirë, por nuk besoj që na kishte ndihmu shumë në këtë rast. Po në fakt është folë edhe për një kontratë me një qebaptore, është ushqimi cilësor nëse pacientët e tillë ushqehen me qebapa dhe qyfte, si i themi ne. Jo, nuk vinë këto ushqime aty, ushqimet sillen me specifika nga nutricionisti që rekomandon se cilat ushqime duhet ushqehen pacientët e dializës për shkak të gjendjes shëndetësore që e kanë. Normalisht ata nuk duhet të ketë shumë krip, duhet të ketë një sasi të caktuar, karbohidratet, proteine, gjitha këto motën, edhe në bazë të atyne preferencave specifike edhe bëhet ushqimi. Po, a qëndron kjo se keni pas një marrëveshje kështu me një qebaptore lokale? Jeni ndjeni ju që keni pas një furnizim të tillë? Jo. I mohoni këto të njëjtat. Në rregull, unë ju falenderoj shumë për këtë paraqitje. Faleminderit juve. Ju përshëndes.